sytë dhe merr një frymëmarrje të thellë. Ndjeje trupin tënd, të kulur në një vend të qetë dhe të rehatshëm. Përshko trupin që nga koka deri te këmbët. Liro çdo tension me çdo frymëmarrje. Imagjino që me çdo nxjerrje fryme po lëshon çdo shqetësim dhe çdo mendim të panevojshëm. Sill vëmendjen tek fryma jote dhe lejoje që kjo frymë të jetë të qetë dhe shumë e natyrshme, si një rrymë e butë ajri që rrjedh brenda dhe jashtë teje. Ndjeu një dritë e butë që po mbush trupin tënd, duke të sjellë ndjenja sigurie dhe paqeje. Imagjino një rreze të artë drite që po zbret nga qielli dhe po hyn në kokën tënde. Kjo dritë është energjia e lartë hynore që po bashkohet dhe po bëhet një me qenjen tënde. Ndjeje këtë dritë duke mbush qenjen tënde e duke lidh me veten tënde të lartë. Me një ndjenjë të thellë dashurie, dhemshurie, mençurie, udhësimi. Bëj një pyetje zemrës tënde. Çfarë ka nevojë shpirti im në këtë moment? Lejo që energjia të rrjedh në gjithë trupin tënd. Dhe lejo që përgjigja të del nga zemra yte. Lejo që kjo përgjigje të vinë në formë ndjenje, imazhi, mos e detyro përgjigjen, por thjesht qëndro në këtë hapësirë e vetëm prano. Dhe imagjino se kjo dritë e lartë e vetës tënde të lartë po integrohet në çdo qelisë të trupit tënd, duke të mbushur me paqe dhe qartësi. Ndjej këtë lidhje të fuqishme me qenjen tënde e dije që kjo energji është gjithmonë me ty. Vendos të dy duart në zemër
Merr një frymëmarrje të thellë. Dhe ndjeje mirënjohjen për këtë lidhje të shenjtë. E kur të jesh gati dal nga dal, kthehu në momentin present me një ndjenjë më të thellë, qartësie dhe dashurie për veten tënde. Faleminderit, faleminderit, faleminderit.